Ivanka Trump publikon sërish foto nga Vlora, Shqipëria është magjike. Vajza e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, Ivanka Trump, ka publikuar sërish foto nga Bregdeti i Vlorës. Ivanka ka publikuar një Insta story nga Bregdeti, ndërsa krahas saj shkruan Shqipëria është magjike. Më herët ajo ndau dhe pamje të tjera nga turi i saj në jug të vendit, ku shfaqen peizazhe natyrore si deti apo gjelbërimi i zonës, si dhe pamjet nga larg të ishullit të Sazanit, ndërsa në sfond ka zgjedhur edhe këngën shqiptare Lule Bor. Kujtojmë që Ivanka Trump qëndroi për 2 ditë në Vlorë, ndërsa mbrëmjen e dieshme ajo prit edhe në kryeministri nga kreu i qeverisë Edi Rama. Rama e takoi Ivanka Trump edhe në Vlorë, ku darkuan bashkë me delegacioni që shoqëronte Ivanka Trump. Mbrëmjen e së mërkurës, Ivanka Trump ka zhvilluar një takim informal me kryeministrin Edi Rama në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë. Më pas ata kanë ndarkuar në një restorant në Orikum. Në këtë takim kanë qenë të pranishëm edhe rreth 60 arkitekt. Ivanka Trump briti 2 ditë më parë shoqëruar me disa arkitekt në kuadër të projektit për ishullin e Sazanit dhe zonën e Zvërnecit.